shenja e katërt e radhës se cila tregon se kemi problem ne me brendin tonë dhe me ngurësinë e gjoksit tonë, është edhe çështja e dembelis. Pra çka dembelia? Allahu e ka përshkruar në surën Taube çështjen e dembelis, ka thënë: "Wa idha qamu ila s-salati qamu kusala." Edhe kur ata vinë për namaz, vinë me dembeli, vinë me përtaci. Pra kur është pyetja për namaz, vjen me përtaci. Pra Allah s.w.t. e ka bërë kriter çështjen e namazit për t'i përshkruar për t'i përshkruar hipokritët, për t'i përshkruar munafikët. Allahu na ruaj prej nifakut, prej hipokrizisë. Pra kur vinë ata për namaz, vinë me përtaci, ndërsa kur vinë për ndonjë, për të shikuar ndeshje futbollistike, për të shkuar të luajt gurzi ose letra, nuk ka dembeli, s'ka përtaci as pak aty, me krejt vullnet. Kur shka për të shikuar një film, kënaqet, i buzëqeshen fytyra. Kur është për namaz, për ta falë namazin, qoftë në xhami ose ta falën në shtëpinë e vet, ka dembeli. Pra padyshim se kjo nuk është prej shenjave të mira të lavdruara.